Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qoshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pozit, pasuri, fëmijë dhe kështu me radhë. Vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të sinqertë, të përulur, të thyer vetëm për Allahun subhanahu wa taala: "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Të nderuar vëllezër, njeriu në natyrën e vet është i mangët. Nuk e ka dijen e mjaftueshme as të përkryershme që të ndërtoj kriteret vlerësuese. Dhe shpesh bie pre e emocioneve, interesit dhe rrethit të cilin e rrethon. Allahu subhanahu wa taala prej gjërave të cilët ka zbrit libra, prej arsyeve që ka zbrit libra dhe ka dërgu pejgamber, pra nuk është se ka dërgu vetëm që t'i mësoj njerëzit për ritet fetare se si ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, por edhe psi t'i përmirësojnë kriteret e gabuara, pra kriteret e shtrembruara të cilët njerëzit i ndërtojnë larg shpalljes me dije të mangët. Allahu subhanahu wa taala zbriti libra, dërgoi pejgamber që këto kritere të gabuara që njerëz i ndërtojnë si rezultat i mangësisë të cilën gjenden, shkak i diturisë jo të mjaftueshme, shkak që si natyrshmëri pra njeriu është i mangët dhe si rezultat i kësaj mangësie shpesh bie pre emocioneve, edhe si rezultat i kësaj i ndërtojnë edhe kriteret e gabuara. Dhe kjo nuk veçohet me një popull ndaj një popullit, por me të gjithë popujt. Popujt ndërtojnë kritere. Allahu subhanahu wa taala dërgon pejgamber, zbret libra që të përmirësojnë ato kritere të cilët njerëzit i kanë ndërtu gabimisht. Nëse e marrim fillon prej popullit Nuhit a.s. Çka tha populli Nuhit a.s. kur Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Nuhin? Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. A me të besu në ty, me të pasu ty, ndërsa ty të ndjekin një shtres e caktuar e njerëzve, pra njerëz të dopt. Pra kriter që mi pasu Nuhin a.s. populli ti e kishte që mi pasu shtresa më e lartë. Dhe derisa ty i thanë pason një shtres e ullt, një shtres që statusi shoqëror ta jep të kuptojnë ndoshta që nuk ka ndonjë farë pozite të lartë, na nuk të pason ty. Pra, kriteri gabuar. Kriteri i gabuar e bëri që populli i Nuhit a.s. mos ta pranojnë të vërtetën. Dhe kjo të nderuar vëllezër, si thash, nuk veçohet me një popull. Kronologjikisht nëse e marrin gjatë historisë, të gjithë popujt kanë ndërtu kritere të gabuara dhe si rezultat i këtyre kritereve njerëz nuk e kanë pranu të vërtetën. Po ashtu të nderuar vëllezër, nëse marrim popullin e Shuaibit. Çka i than Shuaibit kur Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Shuaibin në mesin e vet si pejgamber, që t'i thras njerëzit të adhurojnë Allahun, të largohen nga gjërat e këqija, të largohen nga dukurit negative dhe kështu me radhë. Qalu ya Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, wa inna lanaraka fina dhaifa. O Shuaib, shumë gjëra ti që na thret neve, logjika jo nuk i percepton, logjika s'na kap. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Dhe ne në mesin ton të shohim si të dopt. Dhe sot shohim dhe ndëgjojmë nëse e thret në atë që ka thirr Allahu subhanahu wa taala dhe në atë që ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
që është në të mirën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, e ndëgjon duke thonë logjikisht kjo gjë nuk të nderuar vëllezër, Islami është fe e logjikës. Është vërtet se është fe e logjikës dhe Islami nuk e kundërshton logjikën. Mirë po nuk e kundërshton logjikën e shëndosht. Dhe nuk duhet me qenë logjika yte dhe e imja e cila është e mangët me qenë kriter që ne me pranu apo me refuzu atë që Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi. Pra, pra me Shuaibin i tha logjika nuk na percepton disa gjëra dhe kjo që rezultat që ato nuk e pranuan të vërtetën. Po ashtu me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam i than kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri njerëz që të besojnë, të nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, çka i thon? Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Ne nuk do të besojmë ty o Muhammed derisa ta bajsh toka prej tokës me dal uji. Au takuna laka jannatu min nakhilin wa 'inabin fatufajjir al-anharu khilalaha tafjira. Jo veç kaq, ti duhesh me pas kopshte prej palmave, prej rrushit, në ato me rrjedh lumenj. O tusqiti as-samaa alejna kama za'amta. Jo vetëm me kaq, me bashkë qielli me zbrit, pra me hedh pra copa nga me rat copa nga qielli. Au ta'ti billahi wal malaikati qabila. Ose ti më na shfaq Allahun dhe me lajket pa në paranesh. Pra kanë vu kritere të nderuar vëllezër, kritere të gabuara që këto kritere pastaj ishin shkak që njerëzit pra nuk e pranun të vërtetën. Pra nga këto ajete dhe shumë ajete tjera dhe shumë hadithe të nderuar vëllezër e kuptom se Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamber dhe zbriti libra që njerëzit kriteret vlerësuese mos të mjaftohen vetëm me diturinë e tyre, sepse dituria është e mangët, nuk është e përkryer që të vendosen kritere të rregullt, të drejta, mirë po shpesh bin pra kritere të gabuara. Në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ishte duke majt xhuman, hutben e xhumas. Dhe në atë kohë Medinën u ballafaqonte me krizë ekonomike. Dhe duke majt hutben pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi një karavan me ushqim. Dhe njerëzit ishin duke ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur erdhi karavani, disa prej atyre që ishin duke ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u çun dhe u nisën drejt karavanit për me ble ushqimin dhe gjërat e nevojshme për jetesë. Allahu subhanahu wa taala zbriti ajet dhe tha: "Wa idha raw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima." Kur ata shohin ndonjë tregti dhe një dëfrim, të lajnë ty në këmbë duke majt hutben, wa tarakuka qa'iman dhe nisen për tek ata. Nisen për tek karavani me bë tregti dhe me ble. Mirë po Allahu subhanahu wa taala i tregoi dhe i tha: "Qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara." Thuaj, ajo që është për tek Allahu, ajo që është tek Allahu, është më e mirë se sa ajo tregti dhe ai dëfrim në të cilin ju jeni nis duke shku dhe e keni lënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këmbë. Wallahu khairur raziqin, Allahu është furnizuesi më i mirë. Allahu subhanahu wa taala dash me tregu dhe dash me përmirësu një kriter. Se nuk ban që mi dhanë përparësi botës së përkohshme të kësaj, pra të dunjas, mi lanë pejgamberin duke majt hutbe dhe me shku dhe me ba tregti. Dhe kjo, nga ky ajet të nderuar vëllezër, përfitom se nëse ka prej njerëzve, nëse i thret që të vinë dhe të nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, i ndëgjon duke thënë kam punë, duhet me punu, nuk kam kohë, puna është farz dhe kështu me radhë. Të gjithë jemi pro punës, të gjithë themi që duhet me punu. Mirë po, është kriteri gabuar se nëse mendon se nuk mundet mu bashku mes punës të kësaj bote dhe nënshtrimit të Allahut subhanahu wa taala. Momentin që mendon
se vetëm pra puna për këtë botë dhe të pengon dhe nuk mundesh me nënshtru Allahut subhanahu wa taala, mira Allahut subhanahu wa taala në sejdë, mi kry obligime dhe kështu me radh, Allahu të tregon se aja që është tek Allahu është furnizimi dhe Allahu është furnizuesi më i mirë. Kemi shumë ajete të nderuar vëllezër dhe shumë hadithe që na tregojnë dhe na përmirësojnë kriteret se si ne t'i vlerësojmë gjërat. Sepse si thash, njeriu është i mangët dhe shpesh bie prej emocioneve, interesit, rrethit, se njeriu cilat janë ato gjëra që e bën njeriu mi ndërtu kriteret. Rrethi, shoqëria, ajo që dëgjon, ajo që sheh, ajo që përjeton, familja dhe kështu me radhë. Mirë po të gjithë këta, nëse i ndërton kritere duke u bazu vetëm këto, dhe është larg hynores, larg shpalljes, larg Kur'anit dhe Sunetit të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se kriteret të cilën ndërtohen vetëm mbi këto janë të gabuara. Mu për këtë, Allahu subhanahu wa taala zbriti libra, dërgoi pejgamber në çdo popull që të përmirësojnë këto kritere. Sepse çka? Populli i vunte disa kritere dhe varësisht mbi ato kritere i gjykonte pejgamber. Dhe sot e kemi këtë gjë. E kap logjika, nuk e kap logjika. Muj, smuj dhe kështu me radhë. Një herën Omeri radiallahu anhu hyri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i shtrirë në një hasër. Dhe kjo hasër kishte lanë shenja në trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke e pa gjendjen e pejgamberit, dhimbshmërinë që e kishte Omeri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, filloi të qaj. I tha: "Ma yubkika ya ibn al-Khattab?" Çka të bën të qash o biri Hatabit? Filan perandori dhe filan perandori janë në qefet dhe në lukset e kësaj bote, ndërsa gjendja jote është kështu. Atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ama tarda an yakuna lahum ad-dunya wa yakunu lana al-akhirah?" Nuk ka problem o Omer, a nuk don që ato për ata të jetë dunjaja, ndërsa për ne të jetë ahireti? Me fjalë tjera, ka mundësi me qenë edhe pejgamber, mirë po mos ta ketë jetën luksoze. Nuk ka diçka kështu. Dhe me thonë, kjo nuk vjen diçka në kundërshtim. Mundet me qenë edhe pejgamber, mirë po mos mi pas jetën pra e luksit se e ka dikush tjetër. Desh me ja përmirësu kriterin Omerit radiallahu anhu. Ka mundësi edhe pejgamber, mirë po edhe mos me qenë në një farë jetë luksoze që është një mbret apo një perandor. Desh me ja përmirësu kriterin Omerit radiallahu anhu. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi një njeri pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i pyeti shokët e vet çka thoni për këtë person. Tha ky person hirri, thot ky është njeri i denj, nëse e lyp dorën në një vajze t'i jepet, nëse ndërmjetëson t'i pranohet ndërmjetësimi, nëse flet të ndëgjohet, pra statusi shoqëror është shumë i lartë. Atëherën pas një kohë kaloi edhe një njeri tjetër, i thanë çfarë thoni për këtë? Ky person nuk ka ndonjë farë statusi shoqëror dhe nëse kërkon një vajzë nuk i jepet, nëse ndërmjetëson nuk i pranohet ndërmjetësimi, nëse flet me një mes nuk i vuhet shumë vesh se s'ka ndonjë farë pozitë në shoqëri. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ky është më i mirë se ky, nëse edhe gjithë bota është si ky. Ky person i vetëm është më i mirë se këta." Dësh me tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se statusi shoqëror i një personi nuk është kusht se ky person të jetë ashtu edhe tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, tek Allahu subhanahu wa taala gjërat vlerësohen ndrysh. Se tek Allahu subhanahu wa taala nëse një njeri është i sinqert, nëse një njeri është praktikues, nëse një njeri është i drejtë, nëse njeri kështu dhe kështu tek Allahu përshon më shumë se sa një njeri nëse në shoqëri ka pozitë, mirë po është mashtrues. Nëse në shoqëri ka pozitë, mirë po nuk është i drejtë dhe nuk është i sinqert dhe kështu me radhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i pyeti që ta përmirësojnë sahabëve kriterin e vlerësmërisë të njerëzve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, këto gjithë pra të nderuar vëllezër, këto gjithë ajete dhe këto gjithë hadithe tregojnë se pejgamber të gjithë kanë ardhur për me përmirësu kriteret që njerëz si i vlerësojnë njerëz. Dhe si të llogaritet një njeri i mirë. Dhe si një cilësi tek një person të llogaritet e mirë dhe kështu me radhë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lejsa, pra nuk është i trim bisura, ai njeri që është i pamposhtur. Inna ma thot ash-shuja man yamlik nafsahu 'inda al-ghadab."
Tërimi vërtet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri që e mani vetin kur është nervoz. Pra, se në pikpamjen e parë, njerëz e vlerësojnë një njeri trim i cili është i pamposhtur. Nuk e mund askush dhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmë na tregu se ky nuk është trim. Thot trimi vërtet, edhe trim më i madh se ky, është ai njeri i cili e mbizotron veten në nervoz. Dhe jemi fakt, pra jemi se dëgjojmë se ai njeri që merr vendime kur është nervoz pendohet. Dhe thot s'kam qenë vetja ime. Sepse njeriu kur është në nervoz janë dy persona. Është një pra mbrencin e tij që e shtyn dhe personi pra njeriu që merr vendime. Mirë po është diçka e mbrenshme që e shtyn me marr vendime të pa kontrolluara. Dhe shumë njerëz pendohen dhe thojnë, m'fal, kam qenë nervoz, nuk kam qenë vetja ime. Mirë po, ka raste ku nuk vlen ma pendimi. Kush merr vendime që kur është në nervoz, në gjendjet pra nervoze, atëheran ka mundësi që vendime të pa kontrolluara që janë të kushtueshme gjithë jetën. Atëherë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më na tregu neve se njeri i fortë, i pamposhtur, është ai njeri që e kontrollon veten në nervoz. Nuk merr vendime të gabuara, nalet, qetësohet, nuk shpejton. Sepse, siç thash, ka mundësi ketë hapësirë për pendim, mirë po ka raste që nuk ka mundësi njeriu të pendohet pas disa vendimeve që i merr. Pra të nderuar vëllezër, rezumeja, ajo ajka në të cilën dua ta përcjell nga kjo hutbe është se çdo kush nga ne e kemi obligim aq sa kemi mundësi tek njerëzit të mundohemi të përmirësojmë pra kriteret e gabuara. Mu për këtë janë dërguar dhe pejgambert. Janë zbrit libra, sepse njeriu nuk ka mundësi vetë me diturinë e tij larg shpalljes, larg hynores, të marrë kritere, të caktojnë kriteret e qëllimit, pra qëllueshme. Pa tjetër do të gaboj. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala kur flet për besimtarin, çka thot? Wala abdu mu'minun khairu min mushrikin walau a'jabakum. Një besimtar thot është më i mirë se sa një jo besimtar. Edhe pse ai ka mundësi thot juve, ju mu ma gjeps pas ti. Ju ai me ju çudit juve. Dhe kështu me radh, me ju fasionu juve. Prepse kriter Allahu na tregon se besimtari është më i mirë se sa jo besimtari. Sa do të arrin pozitë, pasuri, pushtet dhe kështu me radh jo besimtari. Pra të nderuar vëllezër, nëse ne i marrim kriteret dhe i ndërtojmë kriteret pra konform shpalljes, e vërteta do të mes e vërtet. Dhe e kota do të mes e kot. Vlera do të jetë vlerë dhe antivlera do të jetë antivlerë. Momente që ne kriteret nuk i ndërtojmë sipas shpalljes, nuk e kemi kriter shpalljen, nuk e kemi përshore shpalljen Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Antivlera bëhet vlerë dhe në këto shpenzohet shumë. Antivlera të llogaritet civilizim dhe arritje, ndërsa vlera e vërteta të llogaritet prapa mbeturi. Dhe këto nuk ka nevojë shumë njeriu të flasë. Kjo fal medjave, rrjeteve sociale dhe kështu me radhë, e shef se njeriu sa më i degeneruar që është, ky njeri merr shpërblim. Nëse një njeri mundohet mi rujt kufijt e Allahut subhanahu wa taala, me qenë i sinqert, mu largu larg dukurive negative dhe kështu me radh, ky njeri llogaritet i huaj. Ky njeri llogaritet i prapambetur dhe kështu me radh. Thjesht sepse kriteret në të cilën ne i masim gjëra të nderuar vëllezër janë ndërtuar larg hynores, larg shpalljes, larg atë që Allahu na ka obligu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu. Pra, e kemi obligim si musliman, si besimtar, kriteret versuese ti ndërtojmë
sipas shpalljes, dhe kështu në momentin, domethënë që është e vetmja mënyrë që është e drejtë. Çdo ndërtim i kriterit larg këtyre dy shpalljeve, pra Kuranit dhe Sunetit, do të rezultojnë me gabim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.